Përshëndetje e ndjej detyrim moral për të gjithë ju që më keni pyet për babin, si a babi, e për gjithë ju që më keni ujru qysh me datë 4 në darkë, mos vaj gabim të smaj me në ca ka qenë. E ndjej për detyrim me bë këtë video me babin, sigurisht nuk desha me postu fotografitë vetë as video nga spitali, sepse nuk mu duke hishme fare, megjithatë tani që ka ardhur shtëpia. Babu si ndjesh? Ndjem me mirë. E hodhe? Po, ja hodhe. Ja hodhe ti. Më kanë uru njerëz të ndryshëm, i madh i vogël, punojës aeroportit, punojës policisë, pasagjerë, shoke, mise, të njohura, të panjohura, të famshëm e jo të famshëm, qanë që ka njerëz, më kanë uru shumë njerëz të punojës të topi. Momentin që kam dalë, më kanë thënë të shku me mos u mërzite, do bëhet mirë, edhe kam dash me ta thënë që ke pas dashurinë e shumë njerëzve. O a kthesh për gëzime të gjithëve, por në besi se të prisha dhe punë. Ja, më përpër që asë më prisha punë, që a punë e prisha, s'ke prish punë fare. Biles mos thamë që i ke batë në derë një vajzë shumë të mirë, sepse i ke heq një njëri që bezdishtë nga afër, kështu që asë i punë s'ke prish. Kështu që zotit që ma mirë edhe mos po shumë akur aty. Faleminderit shumë. We're so thankful at Chelsea Westminster Hospital as well, to everybody there. All my love and all my respect to everybody working there, to all the doctors and the nurses and everyone. Thank you so much. Zotin në qiell edhe plusat e bardha bën që unë t'jem sot këtu. Mos e je i fort tash. Patjetër. Po i fort dhe vetë. Patjetër. Ja ratë mirë. I faleminderit gjithë, shumë faleminderit për mesazhet, për telefonatat.